Atëra mundesh më na tregu fillimisht ne prezantim shkurtër tënden edhe me qenë se e drejton organizatën edhe më na tregu për qëllimin edhe historikun e organizatës, se sidomos ndikimin e kësaj organizate në zhvillimin e bujqësisë në Kosovë. S'pari faleminderit për intervistën. Unë jam Xhevat Lushi, do të përfaqësoj organizatën e CNVP-s në Kosovë, po ashtu edhe në gjërë, do të në vendet si Shqipëria, Maqedonia dhe Mali i Zi. CNVP-ja është organizatë e cila operon në kuadër të organizatave të shoqërisë civile. Është regjistruar në Kosovë që nga viti 2012. Strategjia kryesore, se qëllimi kryesor është për të promovuar ekonominë e gjerpët në Kosovë dhe në vendet ku operojë. Fushat kryesore të cilat i mbulon CNVP-ja do të thotë janë fushat si menaxhimi i resurseve natyrore, menaxhimi i qëndrueshëm zhvillimi rural dhe puna që bëjmë me komunitetin lokal. Deri me tani do të thotë CNVP-ja duke implementuar njësër projektesh të cilat financohen nga donatorë të ndryshëm në këto fusha. Në Kosovë neve jemi duke implementuar disa projekte. Projektin të cilën jemi duke implementuar tani është projekti përdorimi qëndrueshëm i resurseve natyrore për mjedis dhe zhvillim ekonomik. Projekt ky i cili financohet nga Ambasada e Suedisë, gjithsesi SIDA zyrja në Prishtinë. Projekti tashmë është në vitin e 4 të implementimit dhe përkrah sektorin e pyjeve, gjithsesi sektorin privat dhe sektorin e frutave pyjore jo ndrysor dhe bimeve medicinale aromatike. Dhe në të njëjtën kohë përfshin edhe kontributin që është duke bërë në ekosistemet natyrore, siç është sekvestrimi i karbonit dhe deponimi i tij në pyje. Projekti qëllimin kryesor ka zhvillimin e sistemeve të tregut për produktet pyjore, do të thotë edhe për produktet jo ndrysore, dhe në qendër të projektit është promovimi i sistemit të tregjeve në këto produkte. Dhe në bazë të analizave të cilat ne kemi bërë gjatë vitit të parë të projektit, analizat ekonomike, neve kemi ndërtuar edhe paketën e intervenimeve me të cilat ne përkrahim sektorin privat. Kur po përmendi sektorin privat, këtu bashkëpunojmë do të thotë me pronarët e pyjeve privat, me ndërmarrjet të cilat merren me prerjen e drurit, me përpunimin e drurit, si dhe me kompanitë të cilat të shfrytëzojnë mbetjet e pyjeve për energji. Në fakt, çështjen e pyjeve në tregu shumë sinqerisht në emision tam shumë pak e kom trajtuar, me thonë 2 ose 3 epizoda dhe jo më shumë se edhe shumë pak njihet. Zakonisht njerëzit e kanë këtë lloj mentaliteti që është pronë jamja private dhe bëj çka të duhet, edhe njerëzit harrojnë që edhe këtu ka një lloj rregullshmërie sa i përket përdorimit, edhe pse është natyrë e përtritshme. Ky është benefit realisht i saj ndoshta krahasim me përdorimin e çmyrit për ngroje. Edhe keni ndikuar shumë në këto politika zhvillimore të përdorimit të ndrojeve të pyjeve për ngrohje, për ekonomi familjare. Na tregu pak a shumë për projektin që ka ndikuar realisht në këtë pjesë. Në këtë aspekt, do të thotë projekti është duke punuar për kohë të gjatë, në mënyrë specifike tani me projektin e Sunredit, i cili në qendër të intervenimit e ka për objektiv të përmirësimin e menaxhimit të pyjeve në Kosovë, rritjen të ardhurna për familjet të cilat jetojnë në zonat rurale, si dhe rritjen e të ardhurnave dhe zhvillimin e varfërisë në këto zona. Në kuadër të intervenimeve që ne jemi duke bërë, do të thotë është prioritet, do të thotë rrujtja e pyjeve në mënyrë të qëndrueshme. Çka nuk kuptohet me këto? Do të thotë se neve tani kemi trendin e drejtanishëm që pyjet janë të mbishfrytzuara
dhe në mënyrë do të thotë jo të duhur dhe me shfrytëzim do të thotë edhe me prerjet ilegale e tjera. Përmes këtij projekti ne kemi arritur që t'i adresojmë këto çështje, duke punuar ngushtë me pronarët e pyjeve privat, me të cilët ne punojmë jo vetëm në ofrimin e trajnimeve, këshilleve, edukimit, studimit, vizitat studimore në vendet anëtare të BE-s, po ashtu në bazë të analizës për zhvillimin e tregut ne kemi realizu edhe njësë marrëveshjes, të cilat në fakt janë në implementim e sipër, të cilat adresojnë ose të cilat janë intervenime të cilat përmirësojnë në të menaxhimin e pyjeve private do të thotë në Kosovë, të cilat bëjnë që mbetjet e pyjeve në bazë të planeve menaxhuese të cilat janë hartu për partnerët tonë, të bëhet është shfrytëzimi i drurit. Dhe në të njëjtën kohë të kemi një përmirësim, një rritje vjetore të biomasës më të mire dhe në të njëjtën kohë përmes kanalizimit të ashtra ose biomasës në drejtim të shfrytëzuesve. Në këtë rast kemi rastin që shfrytëzohen për prodhimin e energjisë në Gjakov dhe të është zhvillu tregu i ashtrave në Kosovë. Dhe me këtë ne jemi shumë të kënaqur për arsye se edhe kemi trajtimin e duhur të pyjeve, kemi rritje vjetore të biomasës më të madhe bashkë me to edhe të karbonit në pyje dhe në të njëjtën kohë do të kontribuojmë në zavendësimin e përdorimit të fosileve qoftë në nivelin e sistemeve të ngrohjes në Gjakov, siç është për qytetin e Gjakovës publik, po qoftë edhe për familjet të cilat përdorin qoftë drurin, do të thotë, po drur i zjarrit i cili shkon për energji, po qoftë edhe prodhimin e pelletit i cili zavendëson rrymen elektrike cila bazohet në... Do thash në ka shtritu gëza. Dhe ose derivate tjera, do të thotë. Këtu do të thotë jemi, do të thotë duke ndërtu një trend të ri të zhvillimit menaxhimit të pyjeve një, krijimin e produkteve të biomasës alternative dhe e cila kontribon në uljen e shkallës së përdorimit të fosileve. Pikërisht për këtë trend që ti veç e përmend edhe po duam ndalë me marrë një mendim të ndjen personal. Na e tregove që organizata është prej 2012-s, ndërsa jeni prej 2017-s në udhëheqje. Pedoni kanë vështrim tani personal që shpeshe zhvillimin e politikave saj përket pylltarisë, shfrytëzimit të pyjeve, krijimit të biomasës, edhe zavendësimit të energjisë, domethënë prej shfrytëzimit të çmyrit me energji të drurit. Po edhe çështjen e prerjeve ilegale që ndodhin në Kosovë. Që shpeshe të paktën prej kohës kur e ke marrë dorë udhëheqjen e organizatës të tash në përgjithësi gjendjen në Kosovë. Pyetja është jashtëzakonisht e duan dhe adreson ose prak një sër çështjesh në nivel vendish. Dhe ne si organizatë ose me projekte të cilat ne jemi duke implementu, jemi duke bo përpjekje që ato praktikat të mira të cilat jemi duke i ndërtu ose zhvillu ose implementu në zonat të ndryshme të Kosovës ose në komunat të ndryshme të Kosovës, gjithmonë që këto ti adresojmë dhe ti vendosim në dokumentet të ndryshme ose ti diskutojmë me partnerët të ndryshme. Në këtë kuadër, dhe projekti në vazhdimsi është duke punu edhe me strukturën e shoqatave të pronarëve të pyjeve privat, e cila ka dhe kështu ombrellën që është Asociacioni Kombëtar i Pronarëve të Pyjeve privat. Edhe i cili asociacion do të thotë aktivitetin kryesor e ka avokimin. Dhe në kuadër të aktiviteteve të avokimit do të thotë
pronarët e pyjeve privat do të thotë i përfaqësojnë ose i prezantojnë kërkesat e tyre që në vend të kemi edhe politika do të thotë nga institucionet në nivelin qendror, gjithsesi nga Ministria e Bujqësisë për përkrahjen e sektorit të pylltarisë. Deri me tani do të shohim nëse marrim buxhetin e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, shohim se sektori i pronarëve të pyjeve privat ende nuk është i përkrahur financiarisht. Kjo është një aspekt i cili është duke u adresu. E dyta, po ashtu, kemi edhe strategjinë, edhe ligjin, të cilat shkalla implementimit të këtyre dy, le të themi, dokumenteve lënë për të dëshiru. Nëse flasim për ligjin, janë njësër udhëzimesh administrative të cilat janë për implementimin e ligjit, po për fakt keq ende do të thotë kemi një proces shumë të ngadalshëm në hartimin e këtyre udhëzimeve administrative. E kam fjalën për udhëzimet administrative të cilat do të mundsonin që sektori privat i pyjeve ose ekonomia pyjore do të kishte një trend më të shpejt ose më të mirë të zhvillimit të saj. Realisht kjo është edhe shumë e çuditshme se në Kosovë gjeografikisht e kemi në 4 anë me zona kudrinore, edhe përkundër kësaj që nuk i kemi shumë mirë politika zhvillimore bujqësore sa i përket pylltarisë të zhvilluar, të paktën potencialin për prodhim dhe përpunim të produkteve pyjore dhe jo drusore, edhe bujqësinë organike kemi për nga potenciali. Kosova ka vendin e 6 në Evropë, kjo është fati më i mirë, më thonë që e kemi, edhe unë ka njerë po thëmë që privatnikët vetë e kanë ngritur dhe kanë pru deri në këtë pozitë me përpunim të këpurdhave, me përpunim të bimëve mjekësore dhe të bujqësisë organike në përgjithësi të paktën. Po, sa arsyem se ta bona pyetjen për ka politika zhvillimore shtetërore është për shkak që po du me ditë ndikimin e shtetit dhe ndikimin e organizatave drejt kësaj çështje. E mbani mend ose të paktën mbani shënime sa projekte i keni implementuar deri tash prej fillimit që për një më kanë ndikuar dhe mundesh me thonë që nëse kjo punë është bërë është pikërisht fal CNVP-s. Unë do doja me u kthye dhe me vazhdu diskutimin në sektorin e prodhimit të biomasës në Kosovë, e cila lidhet edhe me rolin e CNVP-s në këtë drejtim. Do të përgjatë gjithë këtyre viteve, do të ndoshta edhe prej viteve të 2012, 2014, 2016, do të thotë CNVP-ja ka implementu projekte të cilat e promovojnë zëvendësimin e përdorimit të fosileve me produktet e biomasës, gjithsesi mbetjet ose siç i quajmë ne mbeturinat e biomasës. Në këtë kuadër, në këto vitet më të hershme, do të thotë CNVP-ja ka arritur që në disa shkolla, do të thotë në komunën e Gjakovës, të Podujevës, në Agjencinë e Pyjeve të Kosovës, gjithsesi në Blinaj, që të investoj sisteme të ngrohjes të cilat bëjnë shfrytëzimin e mbetjeve të pyjeve. Qëllimi ka qenë që të zëvendësohet, do të thotë karburantët ose energjia elektrike ose edhe druni i zjarrit, i cili zakonisht është dru kualitativ. Me këto do të thotë jemi shumë krenar që kemi arritur me promovu edhe me arrit që me demonstru që përdorimi i mbetjeve të pyjeve do të thotë është më eficient, kontribon në reduktimin e emitimit të karbonit dhe po ashtu kontribuon në rujtjen e pyjeve, që është edhe njëna prej objektivave kryesore të organizatës dhe projekteve, që bën që të ullet shfrytëzimi i prerjes së druve për dru zjarri. Përveç këtyre do të thotë aktiviteteve që janë zhvilluar në vitet e mëhershme, ne kemi vazhdu punën
nuk jemi ndarë gjë që jemi duke bërë tani edhe me projektin e tani shumë me projektin Sanvet, që kemi pas dhe kemi bashkëpunim të ngushtë me disa komuna të Kosovës. Gjithsesi janë komuna të cilat njihen për numrin e madh të sipërfaqeve të pyjeve dhe me këto komuna ne kemi punu në zhvillimin e studimit të fizibilitetit për ngritjen e sistemeve të ngrojës për qytetet e kryesisht të vogla. Dhe me kapacitetet të cilat shkojnë këto sisteme ngrojës prej 0.5 MW deri në 2.5 MW. Kryesisht në këto studime të fizibilitetit do thotë është po analiza se si mund të zavendësohen karburantët për prodhimin e energjisë gjithsesi për ngroje me përdorimin e mbetjeve të mbeturinave në qytetet e ndryshme të Kosovës. Dhe rezultatet kanë dalë shumë inkurajuese, do thotë se nëse kemi një zavendësim të tillë, atëherë do të kemi edhe benefite të shumëta, do thotë, edhe mbrojtjen e mjedisit, mbrojtjen e pyjeve, zvoglimin e ndotjes së ajrit, i cili është jashtëzakonisht i madh në qytetet tona gjatë periudhës së dimrit, dhe kjo është e përcjellur po ashtu edhe me zhvillim ekonomik lokal edhe me ringjallje të sektorit, gjithsesi sektorit privat, kryesisht për i referuara, për prodhimin e ashlave, biomasës dhe mirëmbajtjes së pyjeve në Kosovë. Dhe këtu jemi në rrugë të mirë, posaçërisht tani edhe në këtë me projektin aktual që jemi duke i implementu, që me disa komuna jemi duke i ndihmu, do të thotë, jo vetëm me finalizimin e studimit të fizibilitetit, po ashtu edhe me këshilla, edhe me do thot aktivitetet e tjera të cilat lidhen me studimet, vizitat studimore dhe me bashkëpunimin me ekspert në nivel ndërkombëtar, me ekspert do thot të cilët vinë nga Suedia, nga Austria, nga Slovenia dhe nga vende tjera të BE-s, që projektet ose do të thotë zhvillimet të cilat kanë ndodhur ose janë duke ndodhur në këto vende ti bartim edhe në Kosovë. Dhe në vartin e këtyre aktiviteteve ne po ashtu kemi edhe aktivitete promovuese, siç janë eventet e ndryshme ose ngjarje të ndryshme ose forumet në nivel edhe lokal, po edhe në nivel kombëtar, ku të gjitha këto rezultate i prezentojmë edhe projekcionet, edhe perspektiven për ndryshimin e mënyrës së ngrohjes për territoret, komunat ose vendet të cilat kanë potencial për të siguruar ashlat në distancë të shkurtë dhe nevojat për ndërmarrjen e hapave nga ana e institucionet qoftë në nivel kombëtar ose në nivel lokal për të financuar këto projekte. Këtu mund të them që ne jemi do të thotë qëndrojmë mirë, po akoma ka jashtëzakonisht shumë punë për të bërë për të mërrir rezultatet finale. Ndoshta me cek për me tregu tamam atë impaktin e organizatës drejt këtij aspekti, sa ka rritë shifra e investimeve deri me tani e kësaj organizate për zhvillimin e këtij sektori të bujqësisë që është shpërndarëria? Tani do të thotë varësisht edhe prej qëllimeve të projekteve që kemi ose jemi duke implementu, natyra projekteve është e ndryshme. Nëse flasim për projektin përdorimi qëndrueshëm. Jo, flasim gjitha projekte me përgjithësi. Jo, po i referohuna saktë, thotë po mendoj projektit të cilët ne tani jemi duke implementu, përdorimi qëndrueshëm i resurseve natyrore përmjedis dhe zhvillim ekonomik, ne tashmë kemi arritur që të finalizojmë 25 marrëveshje me kryesisht me partnerë do të thotë që vinë prej sektorit privat dhe vlera e investimeve të dy anshme do të thotë është duke arritur në 1 milion euro. Do të thotë kjo lidhet po ashtu edhe me vizitën që ju sot keni pas në teren, do të thotë kompanisë Dardani, e cila merret me menaxhimin e drujve, me menaxhimin e shitjes
biomasës, po kemi do të thotë marrëveshje ose projekte të cilat ndihmojnë në prodhimin e produkteve të ndryshme në Kosovë. Do të thotë produktet si dru zjarri, janë ashtat, është pelleti, pastaj kalojmë tek kultura ose fruti i gështenjes, prodhimi i bimeve medicinale aromatike, e këtu hynë edhe hynë edhe shërbime tjera të cilat lidhen me trajnime, edukim, si që kemi rastin do të thotë projektin që kemi me organizatën Organika, e cila është shoqat e cila grumbullon të gjitha kompanitë përpunuese të frutave bujor, jo dryshor dhe bime medicinale aromatike. Do të thotë këto janë do të thotë shifrat konkrete që neve kemi arritur deri më tani. Edhe tash dal nga dal veç kena arrit e fundi i bisedës edhe në storën e suksesit publiku ka me pa ndërmarrje ndardani se çka kanë arrit me bani biznes shumë të veçantë në sa i përket pilltarisë në Kosovë dhe shfrytëzimit të drejtave për të bërë biznes realisht. Mirë po du me përmbyll bisedën me planet shkurtimisht, cilat janë të organizatës dhe cilat projekte po pritni me implementu tash në të ardhmen e afërt, flas 2025-2026. Natyra e punës që ne kemi si CNVP, ne vazhdimisht punojmë duke u bazu në fondet të cilat ofrohen ose i marrin prej donatorëve. Kjo është një aspekt që gjithë një duhet pas parasysh. Dhe varësisht prej fondeve që kemi në dispozicion, planet tona gjatë 2 ose 3 viteve të ardhshme është që të vazhdojmë punën në sektoret ku jemi prezent dhe që ti promovojmë ose ti përkrajmë dhe të thotë produkte të ndryshme të cilat kanë treg në Kosovë dhe jo vetëm në Kosovë, po edhe në region. Do të ne vazhdojmë punën me strukturën e akterëve të tregut në sektorin e biomasës, qofshin ta të sektorit privat, po qofshin edhe nga sektori publik me të cilët jemi duke punu në mënyrë të veçantë me komunat. Dhe në sektorin e frutave pyjor jo drysor dhe bime medicinale aromatike, ne jemi duke bashkëpunu ngusht me shoqatën organike, po edhe me kompanit të cilat merren edhe me përpunim, edhe me grumbullim, po edhe me eksport. Dhe kështu që do të thotë jemi në rrugë të mirë për të arritur do të thotë objektivat tona në këtë drejtim. Dhe cila do të thotë kështu për me finalizu do të thotë këtë pjesë të diskutimit është që të kemi numër më të madh të punësuarve, numër më të madh të rive të cilët përfshihen në këto prodhimtari, në këto produkte, në finalizimin e këtyre produkteve dhe që rezulton edhe me një ulje të shkallës varfërisë në zonat rurale ose kryesisht në zonat malore. Dhe kjo është objektivi. Unë ju kom njoft personalisht nëpërmjet rrjeteve sociale, kom pa punën e juj, sepse kom pas kohë që kom kërku organizata cilat mirën ekskluzivisht vetëm me pilltari, ndërsa më shpresoj që publiku sot ju ka njoft nëpërmjet intervistës, dhe shpresoj që mjaftueshëm i kemi informu sa i përket rregullshmërisë të pilltarisë, politikave zhvillimore të sajna, edhe benefitet që mund me nxjerr realisht prej sektorit të pilltarisë. Të falenderoj shumë për kohën që e ke ndosur për neve. Të faleminderit shumë për intervistën edhe mundësinë që na keni dhënë do të thotë që me i publiku ose me i promovu do të thotë aktivitetet tona, po jo vetëm këto, ndoshta me shfrytëzu rastin po ashtu që neve kemi një shtyllë të aktiviteteve të cilat i promovojnë arritjet dhe jo vetëm arritjet, po edhe sfidat, barierat e ndryshme të cilat partnerët tanë ballafaqohen. Dhe në kuadër të kësaj, do të thotë, neve, unë e përmenda edhe më herët gjatë intervistës, ne kemi strukturën
ose mënyrën se si bëjmë promovimin e aktiviteteve, kemi edhe broshurën të cilën e nxjerrim çdo muaj. Kemi ose workshop ose konferenca, po edhe në pjesën e dytë të vitit planifikojmë edhe organizimin e forumit, kështu që shfrytëzoj rastin për t'ju ftu dhe për të marrë pjesë në këtë forum, i cili do t'i adresoj të gjitha problemet për cilët folëm më herët. Me qenë se këtë epizod komplet ja kemi kushtu pyjeve, tash jemi arë në pikën grumbulluese thuajse më të madhe në Kosovë dhe në biznesin më të rrallë realisht me thonë, e që është grumbullimi i drejave të pyjeve të Kosovës si energji e ripërtritshme që do të përdoret për ngrohje, për ekonomi familjare, për ngrohje të qytetit e shumë çka tjetër. Realisht, me qenë se çmimet e energjisë elektrike kemi goxha të larta, tashmë ta na shkalojmë atë lloj ngrohje dhe të mendojmë se si ta rikthejmë prapë ngrohjen me anë të djegjes së dronjeve. Këtu bëhet po ashtu edhe grumbullimi i biomasës, e cila është në plan të kësaj punëtorie, mirë po s'po du me zbulu ma shumë detaje. Na kemi me ndjek detajet përmes bisedës së njëri nga pronarët të këtij biznesi. Atëherë lemna pak a shumë biseduam edhe mbrapa kamerave dhe na tregove pika shkurta për këtë biznes shumë me thonë është goxha interesante dhe pse ka vite që ju funksiononi, po prapë se prapë për neve në Kosovë është goxha ide inovative me thonë. Kështu që fillimisht për me bo një hyrje, mi ju tregu edhe publikut një prezentim shkurtër edhe tandin, po edhe të biznesit tënd. Atëherë unë që që prezentova edhe më herët që me Lam Leskovica, ka fshati Kërbleq, komuna e Kaçanikut. Biznesin e kem fillu atje në fshat, që nga viti 2000 e tutje. Kem vazhdu me një sasi pak ma të vogël, por me kalimin e kohës dhe tash jemi rritë edhe në pjesën e kapacitetit, pjesën e makinerive. Tash në vazhdimsi po dojmë më zgjeru prapë me pajisje tjera, me kapacitet halo më të madh. Do të thonë kur thash ka të ardhur ideja për me nisë një biznes i tillë nuk ka e rastishme se na e din që atë zonë kena kryesisht zonë malore dhe me shumë pyje, me shumë droj. Mirë po me shëndru në një biznes tillë, mi u tregu publikut ajo ideja fillestare, kur ja keni fillu, do të thonë që sa kohë operoni? Na, si që të sejka, na operojmë prej vitit 2000, po me një kapacitet shumë ma të vogël, për shkak që terreni ka qenë pak ma i vështirë atje në fshat, po lindja e biznesit ka ndodhur pikërisht për shkak të fshatit, se është një fshat i mbuluar prej pjesëve malore, kodrinore.
Tash me kalimin e kohës, me avancimin e pajisjeve, ka ardhur dhe është rrit kapaciteti tutje. Publiku tash më pas keni shef veç drejt të prem, goxha në madhësi të madhe dhe të grumbullum. Mirë, po çka bëni kështu praktikisht me ato bashkë me punëtorët këtu në këtë punishte? Këto shihen drejt e përpunuar, drejt e grumbullum, por derisa të vinë këto janë disa procedura, janë disa hapa, ka angazhim bukur të madh, bashkërisht së bashku me familjarët, me punëtorë që i kemi në kompani. Pjesën fillestare na do të më marr prej fillimit druri, është druri në pyje malore, pyje të nalta. Na shkojmë dhe bëjmë prerje në rrallimin e drojve. Pas prerjes do të më bëj transportin, tërheqjen prej pjesës malore në rrugë që janë më të mira, pastaj me transport pjesën e makinerive matrona ose kamiona, ndryshe si quhen, bëjmë transportin deri në këtë pikë. Pas kësaj pike, se jo gjithmonë këto droj transportohen deri te Blersi, tash pas kësaj pike, çdo kush që ka nevojë na bëjmë transportin deri në vendin e caktuar. Ka edhe një diçka interesante përveç kësaj që na e kemi të njoftën edhe përpara se me ardhë kjo nxemja me anë elektrike, me klima që kemi po goxha të famshme tash, po thuj se shumica e Kosovës se kemi pas ma ndjegjes dronjeve, po ka edhe një diçka interesante që është kjo pjesa e biomasës, ajo pjesa që mbetet, masi që dronjt priten, që ata mujnë me i sjell këto, që ka do të thotë që mos të digjen, pikrisht në veneve malore, po mundën me i sjell këtu, me i peshu, me u bo normalisht e gjitha kjo me pagesë, mirë po që realisht asnjë pjesë mos mbetet e papërdorur. Po, na deri më tash nuk kemi pasur mbështetje nga pjesa shtetërore, prej ministrive të ndryshme, por e kemi pasur mbështetjen prej organizatës CNVP. Fillimisht vitin e kaluar kemi bë planet menaxhuese në pyjet private që është bërë për herë të parë në pyjet private, ndërsa në pyjet shtetërore i ban Ministria e Bujqësisë, konkretisht Agjencioni Pyjor, por për pyjet private ka qenë hera e parë dhe kemi bën në fshatin në Kërbleq të komunën Kaçanikut. Atje na kemi si përfaqe të pyje private vetëm tona si pronar janë mbi 100 hektar. Kemi bë spari planet menaxhuese. Pastaj këtë vit jemi duke bërë rrallimin e tyre ose prerjen e drojve që janë më dëmtuar ose jo kvalitet. Që transportin që e bojmë prej Nalçit, tash kur ta bim këtë pikën grumbulluese, i kemi në transport prej Slovenisë dhe pajisjet adekvate për blurin edhe për punimin e biomasës që kemi me bon këto si pikë grumbulluese. Kemi vendosur edhe pjesën e peshorës me ndihmën e organizatës CNVP. Pastaj çdo kush që ka kësaj droj jo kvalitet, mujnë mi prun këto për biomasë, pastaj prej këtumit deri në ngroture ose në ngroturën që është aktualisht në Gjakov, komunën e Gjakovës, po shpresojmë nëse mund më bëhe edhe në komunën Vitinsë. Edhe çka do të thotë se njerëzve pikërisht kjo ju intereson, përveç dronjeve të cilët ju i keni në pyjet e juja, cilat tokën po mendoj që ju e keni ble, domethënë ju po e mundsoni tash të keni edhe kooperant, çka do të thotë që të gjithë njerëzit që kanë dronj për të shit, ata mundën me ardhë këtu, me i peshu, me marr pagesën, edhe realisht ju e bëni grumbullimin edhe të dronjeve të pyjeve private të njerëzve të tjerë që do dojnë me kooperu me juve. Po pikërisht kjo është edhe synimi jonë, që çdo kush që ka dronj jo kualitativ, për shkak që e dim dronjt kualitativ mujnë me grumbulluna për pika tjera nëse është dron teknik, për shembull për përpunimin e dronëve teknik ose në industri ndryshme, po dronjt jo kualitativ deri tash në Kosovë janë djeg nëpër vende ose hapësira ndryshme, sikur na përpyje që po kemi zjarret moja ose dome shumë të moja, tash nuk ka nevojë më për me bë këtë djegje, po mujnë me pru me një pikë këto grumbulluese që e kemi. E morrim pagesën që është e caktuar, edhe ato janë me një farë forme për fitus prej asaj sasie ose atij kapaciteti që kanë, edhe na e bojmë
përpunimin për biomos dhe shitjen në pikën tjetër. Njerëzit përpara, të paktën sa kemi ndëgjuar gjithmonë kur kanë dashur me ble droj për djegje, kanë pyetur a është dru i rrezës, sepse kanë ditë që drut cilët kanë qëndruar më pak nën hije, nuk kanë shumë lagështi edhe digjen goxha mirë. Janë shit edhe me çmim, mandej edhe shumë më të shtrenjtë. Mandej e kemi këtë ndamje që jemi mësuar me bë drut e ahut, bungut, çorrit. Do me thonë edhe varësisht këtu, të paktën me sa e kon kuptuar në këtu dhe kanë variru çmimet e shitjes për krejt ata që mandej dojnë me i ble. Këta droj, çfarë lloji kemi që i kemi mbrapa? Këto i kemi drojt kryesisht janë dru aho, me një sasi të vogël që përfshin dru bungo. Me cilë dru edhe karakterizohet ajo zonë. Po në përgjithësi, pjesa malore kodrinore, pjesa e lartë karakterizohet për shkak lartësisë mbydetare me dru të ahot. Shak që kjo pjesa e drurit bungut që veçun te ose dru dushku që quhet edhe ndryshe, është pjesën e rrafsht. Kryesisht. E pe nga avion. Për ata edhe e njoh. A mundesh me tregu kështu si proces, domethënë momentalisht deri tash sa keni arrit me grumbullu që po pretin, ndoshta sigurisht shitja më e madhe fillon prej vjeshtës. Sa keni arrit me grumbullu deri tash? Po deri tash këto në deponi i kemi prapërsisht një 2000 kubik, që nëse e kthejmë gjuhën që jemi mësuar në jetën e përditshme, me kthin në metër hapësiri bie dikon rreth 3000 metra. I kemi deponuar në depo. Por na kryesisht këto drunt e zjarrit i shesme për ekonomi familjare, edhe për pjesën e shkollave ose me pjesën e nderimit nëpër komunën Kosovë. Çka do të thotë që ju bëni furnizimin e ngrohtorës së qytetit Gjakovës, po pritni me bë edhe vitis, po njerëzit kanë të drejtë marrë edhe me ble këto droj për ekonomi familjare? Për pjesën e biomasës në alo nuk jemi në funksion, po jemi të shku në atë drejtim. Deri tash jemi kanë vetëm me dru zjarri që kemi bërë furnizimin e shkollave me dru zjarri. Për pjesën Gjakova e ka aktuale pjesën e biomasës që furnizon dikush tjetër, po kryesisht jemi të shku në atë hapa ose në atë drejtim që është edhe komuna e Gjakovës. Që do të thotë që janë plane për të ardhmen. Po ka edhe një pjesë më thonë interesante aty ku e shohin edhe publiku interesin për me ndëgju këtë intervistë është se çka do të kenë ata benefit në të ardhmen në rast se do të blenë drut e zjarrit pikërisht për këtë. E tregove që makineritë cilat do të vinë do ta shkurtojnë këtë pjesën e kohës që na e kanë marrë shumë a herët, domethënë kur është dashur me përveç se me i bletje, dashur me i ngarku, dashur mandej me i shkurtu, me i palu, edhe është një procedurë që ka kërku fuqi shumë të madhe punëtore. Ndërsa tash, sidomos për njerëzit që jetojnë vetëm, energjia elektrike ka shku me çmime shumë të larta, edhe njerëzit kanë me fillu me ju kthy djegjes drunit për ngroje. Është kjo realisht ajo që ju do të ofroni për shitje? Po pikërisht të hapa që i ceke, se deri më tash kemi bërë vetëm furnizime ose transporte, kështu që janë metër hapësirë ose gjatësi drurit 1 metër, që një pronari një shtëpis ose ekonomisë familjare përpos që ka harxhu kohë derisa ka dalë, ka gjetë drunt me i ble, derisa ju kanë transportu deri në bër, ai prap ka desh me dalë në teren për me gjetë një dru prers ose sharra që bojnë prerjen e druve. Pas prerjes sharra tash me gjetë dikant tjetër për qarje, për palim deri në vendin e caktuar. Në pjesën e jashtme ka pas vend ose s'ka pas nëpër shi ose burr në pjesën e dimrit. Tash ne do të afrojmë për ekonomitë familjare, prerjen e druve, tamam që do të jenë tamam për kaftora, qarjen e druve dhe palimin ose paketimin nëpër paleta, në sasinë e caktuar, 1 metër ose 1 metër e gjys. Jem t'i prit të pajisje me na ardhe deri këto në depo, kemi bërë përësinë komplet, i kemi kry pjesën e procedura. Pastaj momentin që dikush është interesuar për këtë model druve, ne do t'i transfertojmë deri në shtëpitë e tyre, po pa pas nevojë me vazhdu disa hapa tjerë pronari i shtëpisë ose ekonomia familjare. Do të kesh shitjen të Kosovën?
Do të ketë shitje në tërë Kosovën apo vetëm kjo zona juj? Jo, nuk e Kush e ka fatin? Nuk e kem ndame me pjesë të zona, po kushdo që është i interesuar do të bëjmë shpërndarje edhe në pika më të larta ose jashtë komunës Vitis. Na ashtu kështu me dru zjarri furnizojmë edhe jashtë Vitis. Me qenë se është edhe biznes i rrallë, po tu mu ndalë pak edhe të kjo pjesa që të veç fillove me cekë në fillim bisedës për ndihmën institucionale. Jo është premtu, ndoshta prej institucioneve qoftë më të larta shtetërore, qoftë prej nivelit komunal, ndonjë lloj bashkëpunimi, realisht sa i përket shfrytëzimit të pyjeve për të kriju landën e parë për juve. Prej institucioneve shtetërore deri më tani s'kem pas asnjë ndihmë. S'kemi as premtima ose diçka tjetër, përpos organizatës CNVP që na kanë ndihmu me pjesën e peshorës që e kemi këto mbrapa, me pjesën e pajisjeve që do t'i transportojmë ose do t'na vinë në ditët në vijim, komplet i kemi në bashkëpunim financiar me pjesën ose organizatën CNVP. Do të thënë fare nuk është ceka as pjesa se çka do të bëhet në të ardhmen me dronjt që do të vinë lande parë këtu te ju. Nuk ju kanë premtu diçka institucionet? Jo, deri më taj për institucionin nuk kemi diçka tjetër. Keni kërku? Ndë vejna kanë njerë kemi kërku, po s'ka pas për premtime dhe kështu që nuk e kemi zgatë edhe shumë më të. Që shpesher edhe këto ande byrokratike janë të na ndiku realisht shumë. Një pjesë të planeve i ceke, mirë po e keni plan, sepse jemi edhe nga fundi i bisedës, e keni plan që të zgjeroni edhe më tej, sidomos me sasinë e landës së parë, përveç makinerive që i ceke që do të vinë këto. Po, makineritë që e kemi bërë për zgjedhjen me pjesë prokurimit, me 2-3 kompani të jashtit, kompani të ndryshme, kemi makineri me kapacitet madh, dikon deri në 5.000-6.000 kubik që i përpunojmë brenda vitit. Tash për mos me la neje këto makineri gjithçysh do të me rritë edhe pjesën e kapacitetit ose furnizimin ose landën e parë. Një diçka që ka rrova me të pyet është se duhet fuqi e madhe punëtore për krejt këtë landë parë që është momentalisht është grumbullu këtu, me sa punëtorë operoni ju? Na momentalisht i kemi 6 punëtorë, 7 punëtorë jemi edhe disa prej tyre jemi edhe pjesë familjare, po kemi edhe punëtorë kështu të jashtëm që jemi në rregull me numër të punëtorëve. Bëhet punë gjatë gjithë vitit apo është sezonale? Është pak sezonale, po na me këtë punë që i bëjmë punë tjera, për shembull këto ngrumbullëm vim me pjesën e dimrit zakonisht së ndalmi nëpër teren, pjesën malore, vim këto dhe i bëjmë gati ose i përpunojmë për zdyti këtë drum për deri në djegje. Po i kemi edhe pajisjet ose makinerit që e lehtësojnë pak punën, se nëse e këshyrë me komplet këtë sasi drusore, me bo komplet me punë fizike, është pak e rënë. Shumë edhe diametër janë pak diametra më të mëdha, po janë makinerit, janë vinça të ndryshme ose kamiona me vinça që i bojmë transportin. Kështu që u letu pak edhe puna fizike. Nuk kam vetë kur që pa u letu fizikisht me teknologji. Realisht ky po duket jetë një biznes goxha i qëndrueshëm, edhe për të ardhmen edhe sidomos që nuk kemi shumë bizneset të tilla, është biznes i rrallë i kësaj natyre, po du me përmbyll bashkarisht me një mesazh, cilën e kishit dhënë për publikun, ju kishit bërë ndoshta thirrje që t'i kthehen përdorimit të kësaj energjie. Unë i ftoj gjithë ekonominë familjare që të kthehen energjisë djegjes së drumve, për shkak që nuk është një ndodhje, po është një djegje e drurit, jo drurit kualitet, po drurit që shme me një farë forme të pashfrytzume, je ka e shfrytëzon. Në ndë është kostoja ma e lirë se sa kostë që pikëshyrmi, tash sidomos pjesën e rrymës që po shtrejtohet kostoja, ndotja që shpedim na prej thëngjillit ose prej diçka tjetër, ju kisha bërë thirrje të gjithëve që sa më shumë e përdor për djegje pjesën e drurit. Na kemi të njohur si Kosovë
Nxehemi prej thëngjillit, po është shumë problem ande ajo më kriju, të paktën kjo është e ripërtërishme sepse drojmet prapë do të rriten, prapë do të kemi mundësi me i shfrytzu, edhe mos me dëmtu natyrën. Nuk dëmtohet natyra se nuk është një prerje, ne atë që marrat nuk bëjmë një prerje një drurit që është kualitativ. Jena të bëjmë ose jem të largu një drun që një kush shumë të shkurt ka më kalbë ose ka më dëmtu nga vetë natyra. Ma mire e shfrytëzojmë sot se sa e lojmë për 2-3 vjetë në shqitarsh me bënë një kalbje të ti. Po, falenderoj shumë që na ke pritë sot këtë, përkundrazi që sot i kemi punëtorët në pushim, edhe realisht mundum pak për publiku, për shpesë që kemi qenë mjaftueshëm të qartë, me i bo ata me kuptu që një biznes i tillë ka fillu edhe të kenë mundësi me i shfrytzu krejt ta drojnë për ngrohjen e të ardhmen, sidomos me këto shtrejtimet e fundit. Faleminderit për juve për këtë intervistë, për këtë mundi që keni ardhur deri në pikën tonë. Fatkeqësisht sot punëtorët kanë qëllu në pushim, për ndryshe kurdo që keni kushdo që është i interesuar, mund me ardhë brenda. Ta mund me ardhë edhe këtu në pikën Grumbulluse edhe me pa punën. Grumbulluse me pa edhe vetë fizikisht. Faleminderit për juve. Faleminderit. E kështu me çdo që nga dalë erdhi edhe fundi i kësaj bisede me mbi 3 ton të drunjve që janë të grumbullun këtu edhe me një energji të ripërtërishme, e cila mund shfrytëzohet për ngrohje, që është një biznes goxha i qëndrueshëm për të ardhmen, por është edhe shumë i rrallë në Kosovë. Unë po shpresoj që sadopak kemi mësuar informacione, po mbi të gjitha unë ju kisha ftuar që me ardh këtu edhe me pa tamam punën se ç'është bëhet në këtë punëtori. Ju vazhdoni që ta ndjeqni programacionin e pasur të TV1 deri në të dielën tjetër. Nga Onda Fina, mirëmbëjtje dhe miru ta kofshim.